Më në fund uji në Gostivar është pastruar nga ndotja fekale dhe tash mund të përdoret si ujë teknik, por jo përpi edhe për përgatitje të ushqimit. Kjo u bë ditur nga Komiteti i Drejtues për Menaxhim me Kriza. Emiliana Evskangoj, sjellësi i Shkupit, tha se janë marrë 6 mostra nga konsumatorët në Gostivar për 3 ditë radhazi. Nuk janë evidentuar baktere koliforme. Megjithatë, monitorimi do të vazhdojë deri në konfirmimin se uji është i sigurt për pije. Водата исто може да се употребува за техничка употреба, но секако граѓаните да не ја користат за пиење и за готвење. Во следните денови ќе го зголемиме бројот на мерни места во општина Гостивар и ќе го правиме оној основен преглед согласно правилникот за вода за пиење, со што со континуиран мониторинг ќе можеме да потврдиме дека водата во следните денови ќе може да биде и за пиење. Ministri i Punëve të Brendshme Pançet Toshkovski u bëri apel drejtorëve të ndërmarrjeve publike dhe të gjithë personave që kanë lidhje direkte ose indirekte me cilësinë e ujit që të veprojnë me përgjegjësi maksimale. Ai tha se shëndeti dhe siguria e qytetarëve duhet të jenë prioritet dhe se çdo përgjegjës duhet të zbatojë obligimet ligjore, veçanërisht në sigurimin e ujit të sigurt për pije. Еве дупатаме напорака во иднина до сите одговорни во рамки на општините на територија на Македонија. Се надевам дека ова ќе биде за памет и еднаш за секогаш понатаму ќе постапуваат максимално професионално и во рамки на нивните законски утврдени надлежности во делот на контрола на квалитетот на водата, заради тоа што со здравјето на граѓаните и со безбедноста на граѓаните играње нема и треба максимално професионално и сериозно да се свати секоја една одговорност, особено одговорноста поврзана со водата за дали техничка вода за користење или пак вода за пиење. Edhe nga komuna e Gostivarit njoftuan se uji nga rrjeti ujësjellësit tashmë mund të përdoret për qëllime teknike. Nga komuna thanë se fal angazhimit të institucioneve lokale dhe qendrore, si dhe të gjithë paleve të përfshira në proces, po ndërmerren masat e nevojshme për sanimin e gjendjes.